Mirë se erdhe, Samir. Mirë gjetën. Shumë kreative të prit në studio. Bere dhe jemi. Sot si prezentuese, dikur kam përcjellë si fonse. Hajde të lutem, reatohemi, kjo është vendi për ty. Si të kemi për ndryshe? Mirë shumë, mirë. Më duket këto ditë se kanë lënë njerëzit rehat me thirrje, me takime, me telefonata, po besoj është gjë e mirë kur kujtohen njerëzit për ty. Absolut, absolut, edhe për me ndihem shumë e mirë që njerëzit talos më kanë harru edhe një ndjenje për me e pa përshkrume. A ka ndonjë person që është nga të parët, s'po them i pari, por që gjithmonë e takon ose i shkruan, i tregon që ka marrë në Kosovë, du me u taku. Kush janë ata? Janë disa, janë 3 persona. Është njani Bojar Loci, tjetri është Edis Kuraja, Dardan Berisha edhe Altin Sahiti. Edhe Altin Sahiti, 4 në që kanë. Okej, bukur, këta duket pra që janë kryesisht të njerëzit dhe emrat që të kanë shoqëruar ndër vite, në pa të lidhur edhe me basketbolin. Sigurisht. Po nga ana tjetër, përpos njerëzve, çka po të mungon prej Kosovës, çka mezi po pret me bo kur po vjen Kosovë, përpos me i taku njerëzit? Familjen, se une kam edhe grun nga Kosova, nga Prizreni, që është arsye e parë që shkoj të takoj miqtë e mi, për disa ditë, edhe pse s'kam shumë kohë të ri në Kosovë, një javë, tani kthehem për Malzi, mirë pro plot njerëz janë, plot prej sportit, njerëz privat, edhe për një me ndihem shumë i lumtur edhe të kënaqur kur vi në Kosovë. Apo e shkel paketin qoftë si vizitor, ali pse në periudhë vere nuk është se mund të ketë ndeshje, po... Me të regu drejtën, tash mazone jam pensionu që gati 12 vjetë, edhe që tash para disa ditë ka qenë hera e parë që unë e kam pimsal. Po, Shqipnia me Kosovën. Pa ndjenje pate? Ndjenje... Mujta përshkruja ndjenjë, se mas shumë kam shku hatri disa shokve që janë shokët e mi, miqtë e mi të mirë, edhe të vjetër, edhe hajtë thash, mas si u pensionova, dhe me dhonë, jam ljollë për basketbolit, edhe obligime tjera normal të kapi, shto që nuk jam shumë rrella të sportet. Se prite 12 vite për me pani, për me prek një salë, pse ka gjatë? Gjatë, po s'podi as vënd. Isha i ljollëm, isha pak i mërzitum që kam lanë pak ma heret se sa u dasht me lanë, isha pak edhe me të kalzu drejten edhe i shgënjim. Mirë, po këta janë sene që jo vetë mu i ndolin si cili sportistin në botë. Shto që mas 12 vite unë kam shkën në parket para 3 kadetit që lujti Kosova me Shqipërinë. Okej, interesant, emocion, po besoj që, si që the, i pa përshkru shumë vështirë me ide fjallët, ama se pas kam besu që mund të ketë shku kohë ka që gjatë edhe ti nuk e shkel në parket. The që një prej arsyeve ka qenë se ishe i mërzitur me vetëm pse ke lanë ma herët se që duhet. Sa e vështirë ka qenë që kjo fazë për ty, Samir? Unë kam qenë basketbolist për 23 vjetë profesionist. Dhe vitën e fundit që isha në pej, isha pak i mërzitum edhe me të regu i drejtën, familja e me ishte në Amerikë, grua edhe fëmija, vajza e parë që lindi, shto që ata ishe në Amerikë, one isha në pej edhe që ka qenë arsyeja ma e madhe që une mu ka desh mu shput nga sporti edhe nga Kosova të shkojnë në Amerikë të familje. A ishte një, sigurisht e keni diskutu me bashkëshortën këtë vendimin, po a kishte në i moment të caktum, diçka që shumë të irritoj edhe i the vetës, okej, që kjo është momenti edhe tash po i... Po, ka pas, do të jap një detalj vogël, por ato do t'i mojë gjithmonë të jetën edhe për vedi. Disa probleme në klub që e kemi pas gjatë periullës fundi që isha në pej, dhe isha i ljollëm, isha i mërzitëm, shto që nuk mujta moja sta probalojat presion të malë që patëm. E di që kanë qenë edhe njerëzit pej që kanë prit ma shumë pri meje, që one do të vazhdoj, por sigurisht që one isha tepër i ljollëm edhe t'isha najtë atë s'kishit pas në i dobi pri meje. Shto që vendosa shkoj në Amerikë. Edhe kur shkove, kaluan vite që njerëzit e kishin kështu si të sigur që okej, do të kthehet. Do shta ka marrë vesh një pauzë të shkurtë dhe do të kthehet. Do të kam menu ashtu. Një vendimi yti që po thua të mërziti, po a u pendove, a ishe pishman për këta? Jo, definitivisht jo. Pas tash kur pak edhe jam
që nalet njëri edhe me ndonë për të kalume dhe qka ka mujtë në këtë kohë jam tepër i lumtur që e kam lënë basketbolin, sepse në atë periudhë edhe me tregu drejtë na si profesionistë shumë pak kemi lajtë edhe me familje, se ultime edhe që atë kohë ishim në për Evropë të lujtë, edhe pak kohë kam pas edhe të ri edhe me grunë edhe me vajzen edhe për me nuk është djenje e mirë. Shto që exactly, që thonë, matë mirën që kam mujtë me lonë, ka qenë aja kohë. Diçka që të është dasht për me u fokusu në një jetë tjetër, në diçka që e ka meritu vëmendjen tënde. Ani pse basketbolli, e di që edhe diku më përpara vite më herët në intervista ke thonë që basketbollit ka ndihmu shumë që me qenë ky që je sot. Edhe ka qenë rruga e duhun për mos me e zgjedha të gabuarën. Në qëfar momentumi tjetës e ke kuptu që basketbolli ka me qenë e ardhmja jote? Tu e nisën e pri fëminisja kam nisë më morë basketbol, edhe ton jetën ka shku me sport, basketbolli i vetëmi sport që unë e di mirë, perfekt me bo edhe e kuptoj mas mirë ti. Edhe tash, kur kam shku në Amerikë në basketbol edhe sportin përgjithësim kanë ndihmu tepër jashtëzakonisht. Edhe njoftësi të reja që në Amerikë njerëzit i respektojnë më shumë që janë prej sporteve edhe diçka ngjashme. Kështu që jam falënderues, jam mënu për këtë kohë edhe që ato që e kam bo, me bo një jetë sa më të mirë edhe për gjithë ato që i kam bo jam shumë i lumtur. Duket që basketbolli ka qenë edhe një prej ëndrave më të mëdha të babait tënd, me të pa si basketbollist. Ndjehesh krenar ose sa shpesh i kthehesh këtyre kujtimeve edhe ndjenjes së krenarisë që ke arrit me e bo atë të lumtur? Në këtë kohë tash, edhe në këtë moment mendojnë ndryshe. Sigurisht, kur ki qenë i ri edhe shumë nuk mendojnë si ndijen babajat. Unë e kam vajzën tash 15 vjetë, edhe ja lunë me kombëtaren tonë Kosovës, janë momentalisht në Malta, shto që s'presojmë sonte se do të fitojnë lojën. Unë për vajzën tem jam tepër krenar. Tepër tash muj me paramenu sa ka qenë baba, jem krenar për mu, për gjithë ato suksese që unë i kam pas. Por vetëm që muj në këtë aspekt me thonë kam gabu që se kam dëgju pak më shumë se sa u dashtë. Aja ka qenë i vetëmi problem. Atë pak kam gabi me one, normalisht, por i ri, edhe shpresoj që një ditë do të mi falë. Kanë sakrifiku shumë prindrit me ti përmbush gjitha ëndrat e tua? Shumë kanë sakrifiku. Ma shumë se sakrifikom në atë tash, edhe ka qenë koha më ndryshe më përpara, tash e din edhe vetë, tash fëmija i kanë kushtet që si krejt bota normal. Përpara na si kemi pas ka që kushtet të mira, nashta me një parpatika kemi kalu sezonin, tash vajzë eme i ka 15-20 para dhe zgjell vetë cila danë. Me thonë ka ndryshu totalisht krejt jeta edhe printe mi kanë hjek shumë. Shka qenë lidhja jote me nanën, si i ri? Qëfar raporti ke pas me të? Sa i ke ngja asaj? Në cilat tema ke qenë më i hapun me te? Nana për mu është gjithë shka, të më drejten. Tona nuk mujtë të normalisht që se cili ko vend në vetë, por për mu është nana gjithë shka. Në çdo herë që e përmeni nanën se atë nuk është të letë, unë si kam pos letrat 10 vjetë, se jam konë mundësi me pa nanën, në baba më ka dekë para 8 vjetë, edhe nuk ka qenë letë, adin, nuk ka mujtë as me arë, mi varos, as baben, nana ka me të vetë, më pleqnia bën vetën edhe, por na, unë si prind, sigurisht që më duhet me këqyrë edhe fëmijët e mi tash edhe me vazhdu për para, ti qoj për para si më kanë qua ata mu. Shto që nana është për mu qëllë shka. Para krejtve. Kur të lamë para krejtve, menoj për me para krejtve. Duke e ditë këto, unë jam shumë e bindur që ajo e ka mirë kuptu komplet gjithë situatën edhe është shumë krenare me ty edhe fakti që ti ke pas me udhtu edhe do shkosh me një herë drejt Malit Zi edhe ke shty veç për me qenë këtu në intervjist, për mu do të thotë shumë, kështu që të falimderit edhe një herë. Mi përmende fëmijët e tu, se po lëvizin pak prej periudave në periuda, vajza tashmë
me fanelën e Kosovës, një krenari edhe diçka që çdo kush do donte ta shihte një, po them mini Samir, se uroj që ajo të bëhet edhe më e mirë se ti dhe ta kaloj suksesin tonë. Po që to mundom si cili prind se fëmija del më të mirë se na, ato është ëndra eme. Edhe si person, edhe si sportist, edhe gjithçka në jetë. Cilat janë taktikat ose reflekset ose virtytet që ajo i ka si ty kur e shet duke luajtur basketball? Çka ka si tënde? Po ja nisi prej vajzës tem për qikës më të mëdha, cila ka emrin Kela. Kela e ka nisi që një vjet me ushtru basketball dhe ato asajna une nuk jam person as si prind, as si bab që e shtyf fëmin ose i imponoj dikuna diçka me bërë. Ata vetë do të zgjellin, me kohë do të zgjellin me çka do të mirëm. E jam e është i përkrahi, qysh më në përkrahi edhe mu, njësaj. Një natë, nesër u qupi gjumit edhe më tha babë, une tha du me janis me lutë basketball. Edhe une grus. Qa ka kjo? Tha du me janis, adin kam qef me lutë basketball. Okej, tha shko, vazhdo me ushtrime, e kemi regjistru një klub atë lokal, mirë pro vajza e talentume, por une nuk e përcjellësha, edhe nuk jam person që kam qef mi u punu, ose me shku mas të nëve. Mirë po më të regojnë që është shumë e talentume, dhe thash hajtë shkoj të këshyri një loj. Për një me është shumë e talentume. Kela është maj talentume se une në kohë teme, kur i kam pas 14-15 vjetë, por une jam ma punëtor se aja. Shto që i vetë misen që i duhet është puna. Pese kjo është këshila ma shpesh të jaja pas aja. Por në gjdo profesion që eksiston. Puna është primare. Pas ka ardhë këtë talenti si befasi, duke mos e di që është ka që talentume. Asë vetë si kimi di se Kela ka qenë pak e trash, e vogël, por për 8 muaj aja u dopsu diku 20 e diçka kila edhe 20 cm urit. E pas ka pas në shehon brenda vetës këtë dashnim për basketbolin. Ajo tash është rrit, pra ti i gëzohesh, ju të dy në fakt, si prinder i gëzohen e sukseseve të saj, po që shë ndje kër e ke kap në krap për herë të parë si bebe? është ndjenja veçantë, Kela është fëmija jeme e parë, edhe une i du të treft, une kam 3 fëmi, një djallë dhe vajzën 2 vjeq, mirë po Kela është dashnia e parë. Është dashnia e parë ato, s'muj, edhe pse i bërtos më shumë ti, por aja është për mu, është trupi jam është. Në qëfar faze ke qenë ti në momentin që ajo të ka dhënë epitetin babë? A e ke... Qëfar dilema keni pas me bashkëshortën, nëse qëfar pytje, si ju ka gjetë si qëtë? Qërë, drejt me thonë, mas jam morë me sport edhe me basketbol, që vite profesionalisht, kur ka lindë Kela, kam pas emocione, por të kapshin edhe streset e apo uftën edhe profesioni që... Adin, muj me trajtash, adin, po jam konë, nuk ka qenë ashtë, jam konë me grunë kur ka lindë, tona jam konë ofer, por menojsh, kam lojnë shtunë, duhet jem pej, se gruja me ka lindë malëzi. Normalisht ka qenë një ndjenje veçantë, fëmija e parë, i lumë tër vajzë, edhe më një vajza i du teper, edhe kjo ka qenë një emocion, po prapë po thamë, tu me lu prapër basketbol, që duhet mu këthujnë mas 2-3 dite ma. Po profesionistët kështu e kanë, është shumë vështirë me dalë prej asaj zonës së punës, pavarësisht çfarë ngjarje po ju ndodh. Nuk folëm për bashkëshortën, po jo për takimin, a ju ka taku sporti, basketbolli? Sportin a ka taku, sepse baba i sajna, Fadil Saheti, që rastin të përshëndes këtë familjen, miqtë e mi, ka qenë kryetari i klubit bashkimi, edhe shto ka qenë situatë. Okej, qka të more më shumë të vëmendjen bashkëshortja? Pra, cilat janë gjërat që vlerësove më së parit ajo? Për që ato, unë isha në parket dhe aja ishte në katin e dyta, është të këqyra, të unë e rastisht këqyra, edhe po është një femë shumë të bukur edhe u ofrua mas ljoj se kam pas shokët edhe për prezidentin, peta kush është kja vajzë, ata më tregun shto edhe shto ka qenë kontakti parë. S'kam pas problema s'mu afrua, s'me thire, s'kam ato problema. Okej, e ke pas
e ke pas të konceptuar, sepse për sportistët duke e ditë mënyrën ose stilin e jetës së tyre, shumë rigoroz, me udhime shumë edhe me një jetë strikte, po themi, pak edhe ngurojnë të mendojnë për krijimin e familjes. Ti aso kohë e kishe mendu që sa të ka gjetë të gatshëm, sa ka qeni gatshëm ti me i hap zemrën dikujt? Po, sigurisht, si cilin moshkull që e vetë, ai nuk është i gatshëm kur. Apo? Kur. Por me kohë, me kalimin e kohës, na kemi kalu, kemi bashkëtu gati 2 vjetë, edhe mas 2 vjetë jemi fiju edhe jemi martu. Dhe ja ku jemi sot, si prindër të 3 fëmijëve, gjithmonë bashkë me njëri tjetrin. Samir, talëm pak anën personale të familjes e këtyre, dalë tek gjithmonë edhe me tëftuar këtu, qof nga sporti në përgjithësi ose përkatësisht në basketbol, i përmendim ato vitet e arta të basketbolit në Kosovë. Jemi diqysh nostalgjik se kemi shpresu shumë që prej që atyre viteve ka me qenë veç duke ngrit niveli i lojrave dhe basketbolistëve tonë. Kur përmendën këto vite, përmendët emri jëtë pashmangshëm. Për ata që e kam përcjell, ata që e dinë e njohin basketbolin, tifozë të zjartë të shumët, Samiri ka qenë truri i skuadrës për herë. Arkitekti, kështu e kam titullu edhe bisedën sot, ai organizatori, dhe për shumë kë të fushës, jo veç fansa, nga playmakerët më të mirë që ka pa Kosova ndonjëherë, edhe në ditët e sotme që flasim. Qysh e ke përjetu gjithë këtë sukses? A ka pas momente kur suksesi të ka bo dëm në thonjza? A ke qenë gjithmonë i mirë për ta menagju gjithë këtë sukses? A ka qenë e vështirë gjithmonë me qenë on top? Pyte shumë aspekt se kam pyte. Që ku drejtën. Po du të mundohem të arap një përgjigje shumë si qërë. Unë në Kosovë ka marrë shumë iri. 18-19. Loj, pa i pje, ku ka marrë, asë shkam preta. Më falë, se më duhet me ndërprej se po më thonë, se më syshi, po më thonë mikrofonin diçka se ke në regull. Na këndon Arbri diçka të shkurtër derisa ta regullojmë, ne ta kemi dikë prej kolegëve këto. Ain't a sunshine when she's gone, only darkness every day. Ain't a sunshine when she's gone, and this house ain't a home anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. If she's good to see, ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't a home anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't a home anytime she goes. Faleminderit Arbër, jemi këtu se jemi live, okej, kthehemi, janë gjëra që ndodhin, u regullua me mikrofonin e Samirit, se pytëm çfarë këngë, a ka një këngë që të pëlqen që ta përgatitur Arbëri deri në fund me këndu me që jemi live? Kam shumë që John Bon Jovi në cilën dush këngë. Cilën dush? Cilën dush. Cilën po e dëm, po thot, cilën do, s'ka. Okej, kthehemi tek ajo që mbetëm, bëra pyetja tek përgjithësia që kishe ato vite. Edhe mbetëm të përgjigja jote. Po, si Janisa me folë kërkoj në tjesë për mikrofon, gjithmonë ndodh diçka me mu. Gjithmonë për herë parë me mu. Isha i ri, papi e kumë pose, po, 18-19 vjetë sa erdha në Kosovë falë Ismet Regjepit, që duhet për me në çdo intervistë, duhet të ceki, edhe duhet të mojtë për tonë jetën këtë temen, edhe në të din kretë Kosova, kush më ka pru në Kosovë me lujtë, që kë ka qenë Ismet Regjepi, në atë kohë kryetari klubit Prishtines, si ka të Prishtines sot. Atina i falenderoj për tona, edhe shveqës rastit të përshëndes kretë familjen. Nuk ka qenë letë.
mas pari s'disha s'ka është ka ndollë me mu, fillimi... Për shumë i ri. Shumë i ri, Qështu du Kosova, qështu du kë njerëzit? Ke qenë ylli i Prishtinës. Kam qenë Se për lagjën s'po them. Në kohë, s'ka qenë letë, me të regu drejten. S'ka qenë dhe njerëzit në alqin rrugë, edhe në shkrime, foto, une u përbalësha për herë parve ato. Unë i këqyshë në televizor që që japshin, por kur vetë si kam po ato punë deri, sa kam orë në Prishtinë, ndjenja pa përshkrushme. Për një me është edhe kam kalu një kohë ma të mire në jetës temë. Si i ri, edhe 14 vetë gati në Kosovë, shto që është për mu do t'jeton jetën periulla ma e mire. A ka me që i ke përjetu edhe famën edhe suksesin goxha si vrullshëm edhe si shpejt, por ke dit me mbajt atë. A ka në i kshilë që sot me që ke kalu vetë për të rinjët që i futen kësaj rrugë edhe fama edhe suksesi, besa edhe paraja mund t'ju vinë shumë shpejt. Qka duhet me pas parasysh? Pra ku janë ajo vija e hollë që mund të ndaj për dështimit edhe suksesit? Plot, unë tash okej, vajza e me shë pak i re, por tu e bo gati që qka mundet mi ndollë. Pra, në të armen, që ose aja vazhdojnë mu marrë me basketbol, ta këshiloj, sepse kam qenë në të rrugë, ka den janë mundësh me kënë shumë nalë, por mundësh me rrasë shumë poshtë. Oret kretë për personi qëfare edhe qyshe menagjën vetë. Une deri diku kam mujtë me menagjë vetin, por ka pas raste për një me që kam dalë jashtë vetit. Plot. Jo vetëm një, por plot edhe për plot. Mirë pro, për nderi Zotit, prap jam këtu ku jam, me tonat mira, me familjet shnoshe mirë, që ja është ma e rëndësishme për mu, për tjera, vine shkoj. I përmende shumë takime me qytetarë, shumë fotografit kërkuara, shumë lavdata, por rivaliteti për ato vite që po flasim, ka qenë jashtëzakonisht i madh. Edhe, saj që pa fund, prej parketit, gjë që hitësër sportive të bëhet, por edhe mund të kesh pas kritika e besa edhe fjallë të tjera jo të mira me cilat përbalen njerëzit në sport, fatkeqësisht. Qysh i ke përjetu këto? A ka pas raste kur të kanë lëndu edhe... Ka pas plot raste, por qëtash kur t'i kujtoj këtja është pjesa jonë ka qenë. Në është qatë moment si i ri, nuk i kam marrë ashto, i kam marrë te për gatë zemrës, ku kam gabu, nështë ta kam mujtë ma shumë, nështë ta ma pak. Ta janë senet që kam i ndollë dhe janë të ndollë si cilit sportistit. Këshilla e më për si cilin të ri sot është vetëm duhet me ecë për para. Ma shumë gjithmonë kam në pas senet negative se sa pozitive, se kur është diçka mirë, kërkush ka me të lonë, në regullje, por gjithmonë kur është diçka keq ka me të lonë. Shto që vetëm duhet me ecë për para, t'i haron ato edhe sa ma i fort më bo. A ka pas shumë gjelozi në mes të lojtarëve? Edhe të një ekipi? Në kohë teme, sa kam qenë po marë periullën Prishtinës, nas kemi pas gjelozi. Edhe jam krenar, kemi qenë me drejt me të lonë si familje. Edhe u shëshnojshim, edhe rishim non stop bashkë me Florianin, Edon, Azemin, Edisin, për një me kemi qenë si familje. Edhe në pushime shkojshim, i bojshim krejt bashkë. Shto që, por nuk është mos i përpara, si cili ka familjet veta, rrugët veta, ndame, por jemi kontakt, rrim kontakt, por jo si dikur që i ndojshim edhe shtratin ndojshim bashkë. Samir, presioni edhe përgjësia po vazhdoj me mbetë që ka qenë shumë e madhe. Cila është fitoria ose cila është ndeshja për ty me më shumë të përgjëtsi? Gati sa edhe gjithë natër mund ta kesh kalu me atë sikletin ose stresin se si ka me shku. A ke ndonjë që të kujtohet për momentin? Gjatë 14 vite ka pas plot. Ka pas në Prishtinë, në atë kohë, tani me Pen, ka pas plot e për plot. Me Bambeteksin në 3 vazhdime që fitum gjysëm finale, tani në titullin e kampionit, me Pen në Evropë, përgjithësit madhe kam pasën në çdo lojë. Do me thonë të une s'ka pas këtë lojë, hajte po lujë kështu, ose ashtu, no. Se cila lojë për mu ka qenë finale. Edhe se cilin lojë që kam shku, edhe kam lujt,
u konë 100%. Edhe për ato jam krenar edhe I lumtur që çdo ekip që kam shku, si në Prishtinë, si në Pej, si në Prizren, ka qenë 200% nga vetja. Ato jam krenar për qatë punë edhe tepër I lumtur. Si cilin mujt të shikojnë në ftyrë. E ke dhënë maksimumi, nuk e kursy asgjë për vetës, gjë që ka qenë shumë e dukshme edhe tek publiku. Deri sot nuk është njëtë, si kemi qenë na për para, jo vetëm onë, për si cilin për neve, si jam I vetëm jonë. Qka ka ndryshu, Samir? Pse nuk është njëjtë? Pse ne po ju referuam e këtyre viteve të arta? Qka mendon me që mund të edhe takohesh me njerëz të basketbollit? Qka është më keq që nuk e kemi më këtë periudhë të basketit në Kosovë? Po e di, shumë tjeshtë është kja, shumë letë muj me të dhëmë përgjigje në atë kohë, shumë pak edhe ka pas telefonë. Shumë pak ka pas Facebook, ka Instagram, na u të është me nëjtë me një të risat është. Fizikisht. Njani rëngë këto, tjetëri atene për telefonat të nditën, edhe nuk shoqënohet, edhe s'ka aja harmoni mes veti, edhe normalisht që vjen deri të problemi deri të skuadra, deri të kombëtara, deri të se cili. Telefonat jonë, për musaj, për këtë me, mendimi jem, nështë ta gaboj, jonë telefonat që I kanë prish çdo lloj në këtë botë. Edhe thua që trinjët, prandaj e kanë hupë si interese me u marrë me sportin, po kaloj kohë ma shumë në... Normalisht, ai nuk mendon që me bo një stërvitje ma shumë, por mendon që ka me shku në Instagram, me qitë një foto ose Facebook. S'po di, one nuk jam njeri I rjetëve sociale, as nuk I përdori shumë, shto që jam old style. Old style, hala me të vjetër. Hala me ato para 20 vjeç. Nashta më gabim, po duhet të rri atje. Okej. A hyrë sot ndë njëherë me I pa ndeshjet e tuat? Ja, asë njëre. Pse? Nuk e di pse. Për me ato nuk kam mësone vetë përgjigje. Da. As kur se kam qyrë deshin tem, komplet. Kemi pas me ekipen gjithmonë, kemi pas me skuadra ku kam lujt, me këqyrë deshin që kemi lujt, ku kemi ba gabime. Unë jam koni betë me person që se kam këqyrë deshin, edhe s'kam desh me shku me këqyrë deshin. Pse? Apo s'keni dojnë përgjigje kështu? S'kam qef me këqyrë vetë. Okej. A I ke mendu njëherë, ose mbasi edhe ka ndodhë, me të marrë dikush në telefonin me thonë, Samir, kemi nevoj për ndihmën tënde. Na duhesh si trajner, na duhesh si motivus, na duhesh si... Ta dhe lojtar, një ditë kër e kisha Edon këtu, mu më duket që Edo ishte super I gatshëm edhe me vazhdu me lujt prej fillimit tash. Po, Edo është ndër miqtë mi matë mirë dhe është vllai jam I madh, unë e thiri. Edo është një super djalë dhe Edo është I gatshëm. Edhe do të kthehet me lujt basketbol. Vjen mirë për to, se ndihet I ri, edhe mundet me vazhdu. Të ri njeni more. No, unë jashtë sportit, edhe du të ri jashtë sportit, por Edo është tjetër person. Edo ton jetën ka pos jetën sportive, alo bon ushtrime ka 4-5 herë në ditë, edhe Edo si juroj, edhe vetë I kam thonë që Edo duhesh më këthy, edhe juroj gjithat mirat. Shpresoj që Edo të bëhet maj miri si vjetë. Po, ti pse jo? Jo për të lujt, a? Po them të merë dikush telefon edhe të pak të një ndim, të angazhojmë diçka në një klub. Unë jam një karakter tjetër personi edhe ndaloj nga të tjertë. Ato edhe kretë më thojnë, mësim vete për trenerë, unë kur s'kisha mujtë më bëhë trenerë. Sepse tu I po sot, bile sot, s'kisha mujtë as 2 minuta më përnë me ta, ose kisha dalë onë, ose kishin dalë ata, shto që ma mirë po ri anësh, edhe nëse duhet me këqyrë, po I këqyri, por jo kur gjo me sport. Unë e vajzën te me se këqyri. Jam asi tipi që lypi tepër, e unë e di që s'mundesh me mlonë qatë lypi pi te, shto që rejate ku e. Ma mirë, po distancohe ma mirë. Okej, Samir, ka dhe plot gjana tjera që kisha pas qef me diskutu, ka që kam kohën sot për momentin, po shumë të falenderoj që erdhe sincerisht. Për mu është ndere vësi. Ishe shumë I hapun për t'i full të gjitha nga përjetimet, edhe nga personalja edhe basketbollet. Shto jam konë gjellë, ty të falenderoj, unë s'kam të kaku që 20 e diçka vjetë. E vërtet. Vjen mirë që e mirë. Vjena plakët. Vjena plakë, edhe të përgëzoj për këtë emision fantastik. Falemderit. Edhe falemderit që jem kiftu. Për mu ndere dhe knasiqe. Shumë falemderit edhe për mu knasiqe takova, e kemi kangën fund që e kërkove. Arbri ka gati që po e